nderuar të shikuesi i rikthyer, uleni pak temperaturën, ju lutem. Tani, në këtë pjesë, ju uleni temperaturën, thash edhe në mënyrë figurative, se jemi në luftë tani, të kjo pjesë, dhe temperaturat edhe ngrihen. Kupton? Tani, kanë dështuar negociatat të SBA-Iran. Vansi shkoj aty, zëvendës presidenti, ku do ku shkon ky, si e ka gjetur dhe këtë zëvendës presidenti, e dërgon dhe dështon çdo gjë. S'ka faj, kështë e kundër luftës. E dërgoj, dështoj aty, e dërgoj në Ungari, iku për lesh Orbani, iku kejk shumë. Allah. Edhe në Poloni. Edhe në Poloni. Edhe në Gjermani. E dërgoj edhe në Gjermani? Gjermania, do të bëjmë degradën e parë për në Gjermani. Do me thënë, ku shkon ky tani, bie zjarri. Pra thamë që negociatat mes SBA-s dhe Iranit kanë dështuar. Ja si e spjegon presidenti Trump, se a i ka spjegimin e vetë, dështimin e negociatave. Sinkron, Trump për negociatat. Mbledhja shkoi mirë. U ra dakord për shumicën e pikave, përveç të vetmes pikë që kishte vërtet rëndësi, armët bërthamore. Menjëherë Marina e Shteteve të Bashkuara, më e mira në botë, do të filloj procesin e bllokimit të çdo anije që përpiqet të hyjë ose të dalë nga ngushtica e Hormuzit. Në një moment do të arrijmë në një pikë ku të gjithë lejohen të hyjnë, të gjithë lejohen të dalin, por Irani nuk e ka lejuar këtë të ndodhë, duke thënë thjesht mund të kemi një minë atje diku, që askush nuk e di përveç tyre. Kjo është pengmarrje botës dhe udhëheqësve të vendeve, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të merren peng kurrë. Unë gjithashtu kam udhëzuar marinën tonë të kërkoj dhe të ndaloj çdo anije në ujërat ndërkombëtare që i ka paguar një taks Iranit. Askush që paguan një taks të paligjshme nuk do të ketë kalim të sigurt në det të hapur. Ne gjithashtu do të fillojmë shkatërimin e minave që iranianët kanë vendosur në ngushticë. Çdo iranian që qëllon ndaj nesh ose ndaj anijeve paqësore do të shkatërohet në ferr. Irani e di, më mirë se kushdo, si t'i jap fund kësaj situate, e cila tashmë e ka shkatëruar vendin e tyre. Marina e tyre është zhdukur, forcat e tyre ajrore janë zhdukur, kundër ajroret dhe radaret e tyre janë të padobishëm. Khamenei dhe shumica udhëheqësve të tyre janë të vdekur. Të gjitha këto për shkak të ambicieve të tyre bërthamore. Bllokada do të fillojë së shpejti. Vendet e tjera do të përfshihen në këtë bllokadë. Iranit nuk do t'i lejohet të përfitojë nga ky akt i paligjshëm i pengmarrjes. Ata duan para dhe, më e rëndësishmja, duan armët bërthamore. Për më tepër, dhe në një moment të përshtatshëm, ne jemi plotësisht të karikuar dhe ushtria jon do të përfundojë me aq pak sa ka mbetur nga Irani. Presidenti Donald J. Trump. Ma me pasion se unë e lexoj narratori. Bravo. Faleminderit shumë. E dëgjuat çfarë tha? Shumë gjëra. Pra, të nderuar të shikues, nuk kemi marrëveshje, thot, po gjithçka shkoi mirë. Ishte shumë mirë, thot. Tani për këtë çështje do të flasim në pjesën e dytë, siç tham. Është e zoti Saliani dhe zoti Qori dhe tani është Marlin Daçi në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit ju kolegët e tjerë. Pse dështuan negociatat? Cilat janë pikat kyçe ku palët nuk bien dakord? Kush e thotë më mirë nga ju këtë gjë? Më mirë, të gjithë mirë e thoni, po kush më mirë? Gjinish? Po, zoti Rakiti. Pse? 21 orë negociata, 3 raunde dhe në fund fare asnjë rezultat. Një nga arsyet që e pritshme që gjithë konflikt nuk mund zgjidhej me një raund negociatash, ishte steka lart që mbajtën të dy palët. Të dy palët paraqitën pika të cilët dhe nuk toleruan njëra tjetër. Megjithatë, dy çështje kryesore mbeten, si thua aty ku ngeci diskutimi. Para uraniumi, pasurimi i uraniumit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngulmuan që dorëzonte Irani atë 460 kg-shin e pasuruar dhe të heqë dorë përfundimisht nga pasurimi i uraniumit, ndërsa problemi tjetër ishte problemi i Hormuzit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës propozuan që ta menaxhonin bashkë me Iranin Hormuzin, ndërkohë Irani preferoi të menaxhojë forumi edhe në bashkëpunimin e forcës ndërkombëtare, po jo me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Iranin nuk janë pjesë realitetit atje. Ka patur në prapasken 4 skenare se si të, aty ku është diskutuar, si të menaxhojë Hormuzi. Skenari i parë ishte një patrullë ndërkombëtare ku bënte pjesë
Omani, Pakistani dhe disa nga vendet anëtare të BE-s. Do me thënë, edhe vetë Irani kishte përjashtu veten e vet, e cila u refuzua. Pjesa e dytë, propozimi i dytë ka qenë një hapje e kushtëzuar. Disa vende kanë drejtën e kalimit, ndërsa disa vende jo. Varianti i tretë ka qenë shkëmbimi i hapjes Hormuzit me heqjen e sanksioneve të Iranit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila edhe kjo është refuzuar. Dhe varianti katër ka qenë një monitorim ndërkombëtar duke futur brenda teknologjinë. Megjithatë, gjitha këto variante nuk janë pranuar. Ashtu sikurse deklaroi presidenti Trump fill pas dështimit negociatave, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk duan të fitojnë as 90, as 95% të pikave ose platformës që ka paraqitur Iranit, por do t'i marrë 100% gjithat. Në momentin që ti futesh në negociate dhe kërkon 100% në asaj që paraqet në tavolinë, do të thotë që nuk do ta zgjidhësh nëpërmjet negociatave. Kështu që ne jemi në këtë realitet që pavarësisht se çfarë thotë zoti Trump, në fillim zoti Trump pretendoi që do ta hapte Hormuzin. Nuk e hapi Hormuzin. Apo ne ishim 10 ditë me idenë që do ta hapte me forcë. Do ta hap, tha vazhdimisht, do ta hap. Nuk e hapi. Jo, do të kalojmë këtu. Se është pikë më vete kjo. Që tani po e mbyll. Po pra, do të thonë negociatat kanë dështuar për shkak se dyja palët kanë qenë larg njëra tjetrës një herë dhe nuk kanë toleruar njëra tjetrën. Këto janë pikat kyçe. Është diçka interesante. Këto ishin dy pikat kyçe, diçka interesante. Para se J.D. Vance tërhiqej dhe të largohej nga Islamabadi, ka patur një delegacion dytë nga Irani, i cili është bashkangjitur delegacionit që negocionte, dhe këto kanë qenë ushtarakët e gardës. Nuk dihet për çfarë arsye ushtarakët e gardës ju bashkangjitën delegacionit iranian. Po negocionte dhe fill pas prezencës së tyre palë amerikane është tërhequr nga negociata. Pasardhjes gardës. Po pasardhjes njerëzve, po ushtarakëve të gardës republikane dhe ushtarakëve të tjerë. Por thuhet që generalet kanë biseduar me generalin amerikan. Po, sepse ka qenë dekopër. Po, kërkush flet për to, çfarë kanë biseduar? Po, sigurisht që për te idesë që po bëhen diskutime diplomatike, duket që diskutimet kanë më shumë gjuhë ushtarake se sa diplomatike për herë të vërtetë. Dhe kjo është një nga arsyet që justifikohet ose si thuash pretendohet, prandaj u bashkangjiten këto të gardës republikane, delegacionet. Nga ana tjetër ka dhe pikpyetje të tjera që pala iraniane, pavarësisht se ka një përfaqësi shumë të lartë dhe shumë të fortë në negociata, mendohet që ka një pjesë të gardës republikane brenda Iranit e cila refuzon katërcipërisht çdo lloj dialogu dhe çdo lloj marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në çështjen e Hormuzit dhe në çështjen e uraniumit pasuruar. Sa më shumë vriten, aq më shumë radikalizmi shtohet. Ata që mbesin. Do të thënë me gjitha analizat zoti Rakipi, ideja që presidenti Trump, si gjithmonë që thot disa gjëra dhe duket sikur negocion me veten e tij para se të negociojë me botën, kur i tha botës që vram Ali Khamenein dhe këto që po vinë do jenë çik më të pranueshëm, më të logjikshëm, ne patëm parashikuar që këto do jenë radikal dhe vërteta është janë radikal dhe nuk diskutohet. Kemi përvojën e luftës. Nuk diskutohet. Nga lufta nuk mund vi njëri më i moderuar. Asnjë mënyrë pare. Marlen? Për të shtuar pjesën e asaj çfarë tha dhe zoti Gjinishi, duhet të parë se cili u zgjoll kryetari i Gardës Revolucionare. Njeriu që u zgjoll kryetari i Gardës Revolucionare ishte Ahmed Vaidi. Ahmed Vaidi është një nga personat i cili është përfshirë në sulme ndaj hebrejve në Buenos Aires. Dhe është njeri, le të themi, ka qenë njeriu pothuajse më i besuar për sa i përket anës militare i Ali Khameneit, por edhe i Ali Larijxhanit. Pra në këtë thelb kemi një polarizim nga pala ushtarake, e cila duket se ka vendimarrje të plot që pas plagosjes të Mojtaba Khamenei, që nuk dihet ende fati i tij, nëse është i mundur apo është në formë fizike apo është shëndetësore për të qeverisur. Unë gjykoj se ajo çka e bëri që të dështojnë akordet e Islamabadit ishte fakti se këto konflikte kryesisht në qoftë se nuk zgjidhen fillimisht me anë të forcës, atëherë nuk mund të shkojnë drejt një tavoline, ishte herët për të kaluar në diskutime të tilla, për aq kohë sa kemi goditje pas goditje, kemi luftën 12 ditore në qershorin e kaluar, kur ishte e njëjta formë ku amerikanët dhe iranianët ishin ulur në Rom për të diskutuar në lidhje me marrëveshjen, në lidhje me pasurimin e uraniumit. Por më pas u goditën, më tej ishin takime në Gjenevë me sipërmarrjen e negociatorëve
nga Omani përsëri u goditën. Le të themi në këto bisedime në Islamabad pati një frym mosbesimi midis palëve. Sigurisht kishte edhe një frym maksimaliste në kërkesat, paktën 10 pikat e Iranit de facto ne kemi diskutuar dhe javën që kaloi ishin një kapitullim i Shteteve Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, një investim prej 75 vitesh dhe të përfundonin aq rënd për pothuajse 40 ditë luftë, gjykoj se ishte e pa llogaritur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Irani, por me atë çka ka shprehur Garda Revolucionare, por qoftë edhe ministri i jashtëm Abbas Araghchi në lidhje me pasurimin e uraniumit, e kanë cilësuar si vit kuqe të negociatës, për aq kohë sa pasurimi i uraniumit dhe mbase edhe prodhimi i testatave bërthamore nga Republika Islamike e Iranit konsiderohen si vije kuqe dhe si cënim i sovranitetit kombëtar iranian. Dhe duket sikur konflikti ka hyrë në ato kalendat greke që duket sikur nuk po lëviz asgjë, por realisht unë përsëri gjykoj se përtej raundeve të bisedimit, përtej çdo mundësie për paqe, këto konflikte zgjidhen kryesisht nga forca. Nuk e dim se cila forcë do prevalojë forca e presidentit Trump për të hapur Hormuzin, që duket sikur dita ditës po i shton edhe objektiva të ri kësaj lufte, sepse e nisim objektivin e parë. Pra, sot Trump ka kërkuar të hapet me çdo kusht ngushtica e Hormuzit. Ja, këtu du të dalë. Por po e bllokon vetë. Po këtu du të dalë. Pikës pari, unë nis me objektivin për shkatrimin e arsenalit. Sa ditë ka që kërkon? Pikës pari, objektivi kryesor. Hapin e Hormuzit. Tani urdhëron mbylljen. Çfarë synon SBA me këtë lëvizje? Synon... Kjo është historia. Apo s'kuptohet? Djegë pas deklaratë. E janë i bleni hidrokarburët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është konteksti. Pra kërkon ta kapitullojë ekonomikisht Iranin, mos lejo asnjë anije që niset drejt Kinës, kryesisht me naftë nga gjiri i Hormuzit drejt Kinës, mos lejoj që Bashkimi Evropian të marrë naftë, sepse një pjesë e shteteve të Bashkimit Evropian janë lejuar të kalojnë nga ngushtica e Hormuzit, e para ishte Spanja, ju bë një nder, le të themi, një honorar nga qeveria ajatollave, pasi Spanja reagoi dhe konsideroi si të palishëm sulmin amerikan drejt Iranit, madje edhe retorika e Pedro Sanchezit ka qenë tepër ashpër karshi kryesisht Izraelit dhe presidentit Trump. Nga ana tjetër ishte Franca më pas që u lejua, Turqia dhe disa shtete me radhë, të cilat patën një qëndrim më të stepur karshi sulmeve amerikane drejt Republikës Islamike. Dhe në këtë kontekst duket sikur Trump po luan all-in, pasi vetë objektivat e partë luftës ishin maksimaliste. Ishte kapitullimi i regjimit të ajatullave, shkatrimi i arsenalit bërthamor apo uraniumit pasuruar, gjithashtu dhe shkatrimi i programit të raketave balistike me veprim të gjatë. Por, gjatë rrugës, jo vetëm që nuk arritën këto 3 pika, por ushtuan edhe 2 tjera. E para ishte që ushtua pas, pika 4 ishte zhbllokimi Hormuzit. Dhe pesta që e tha sot ishte deminimi i zonës detare. Pra, dita ditës duket sikur kjo betej e presidentit Trump, që gjykimin tim më tepër duket betej personale se sa institucionale, duket sikur po i shton vetes dita ditës pikat të cilat në atë shumatoren përfundimtare e nxjerrin Iranin apo regjimin ajatollave më të fortë se çfarë ishte. Atëherë, unë sot e kam, mbasi e kam lexuar shkrimin, sot ka dalë edhe video e New York Timesit të ajo që quhet dhoma e sigurisë e bisedës për intervenimin e Iran. Të gjitha aktorët që kanë qenë aty kanë pas dallueshmëri serioze për intervenim. E para, i vetmi që ka qenë për rrëzimin e regjimit ka qenë Rubio, izolacionisti i cili u mori pjesë në biseda, edhe si duket e kanë dërguar me qëllim, ka qenë kundër intervenimit. Defense. Dhe generali çuditërisht ka qenë kundër për arsye se
ka thënë që ka një harxhim të jashtëzakonshëm të municionit dhe nuk mund të arrijë për trimat shpejt në përmasa që mund ta shkatrojmë dhe ta pushtojmë s'paku kështu, zyrtarisht sot ka dalë. Për te kësaj, unë konsideroj që kjo është ma shumë se sa çështje e pushtimit, është çështje ekonomike, se pushtimi bëhet ose e ka një referenca kryesore nuk është ndryshimi i regjimit, për arsye se natë mbledhjet sigurisë kombëtare nuk thuhet për ndryshim të regjimit përveç Rubios, por thuhet që interesat ekonomike të Amerikës janë të përqendruara atje dhe do të gjejmë mënyrën që shtetet tjera, sidomos Kina, të mos ketë aksesin kryesor në Iran. Tash, në qoftë se kemi një deklaratë të Macronit, që kanali i Hormuzit do të jetë i lirë, dhe do të jetë i lirë për gjitha vendet që të furnizohen, për arsye se këto janë marrëveshje ndërkombëtare, dhe marrëveshje ndërkombëtare për kësi kanale nuk mund të bllokohen qoftë nga askush, qoftë me një marrëveshje irano-amerikane që supozohet se mundodh. E kemi një deklarim të Izraelit, i cili thotë që duhet ndryshohet rruga dhe ky kanal tashmë është bë pengesë, që gjithë bartja e naftës të kalon nga për të gjitha vendet nga deti Kuq dhe nga Izraeli. Nga Ben Gurioni. Po. Ben Gurion kalon Gaza. Kanali i fundit. Kalon në Eliat, kalon në Akaban, në Eliat dhe del nga Gaza. Dhe kemi një qëndrim amerikan krejtësisht të pastër ekonomik dhe gati të habitshëm të thuhet publikisht, ky kanal do të mbyllet, ja ku i keni hidrokarburet dje, ose mrame ka thot Trump, dhe i kemi të gjitha mundësit dhe kemi me shumicë. Pra hidrokarburet tani do blihen vetëm nga Amerika. Pyetja është, e mbyll ose mbyll dot? Tash. Se kjo është Çështja është, Jo çështje tjetër. se ky është a mbyllet apo jo? Dhe fakti që Trump thot që dorën zemër që thot ne do të kujdesim që me Iranin të krijojmë një marrëveshje që e përfshin edhe Hormuzin, kjo pastaj më tregon se negociatat nuk kanë përfunduar dhe do vazhdojnë. pritet shpejt. Kaq më me thëmë për fillim, pastaj tjerat janë... Në qoftë se më lejon për ta mbyllur këtë pjesën, si do ta hapi? E ka rrethuar Hormuzin dhe ka kërcënuar që nuk do lejoj Asnjë anije. Jo, vetëm anijet që furnizohen Iran. Ndërkohë Irani ka dalë me kartën, siguri për gjithë ose për askënd. Që do më thënë do godaset unë anijet që furnizohen në... Ja të marrim një rast kështu, ta abstragojmë zoti Rakibi. Kanali i Hormuzit është i minuar dhe hartën e minave e ka Irani, se për Irani ka vendosur. Dhe problemi i dytë është kush do garantoj sigurinë e lëvizjes. President Trump thotë do ta garantojë unë, dhe janë 16 anije ushtarake që vërtiten larg jashtë Hormuzit. Kush është çështja? Dhe ky është konflikti i madh, që kjo problemi nuk është ke lufta tani. Problemi është që kush do të kontrolloj këtë përplasje. Sepse 80% të naftës iraniane e merr Kina. Dhe me ligj ndërkombëtar, kur një 80% e furnizimit kryet nga Irani drejt Kinës. Kryet në Iran nga Kina. Po. Po, dhe gjithashtu Shtetet e Bashkimit Evropian? Të naftës iraniane. Të naftës, sepse aty është Iraku, është Kuvajti, janë Emiratet, është Bahrein. Kina merr 54% gadishullit. 54%, të nevojave të veta, i merr në gjithë gadishullin. Ndërsa të Iranit merr 75 deri në 80%, sepse ka dhe sanksione Irani. Tani çështja është kjo, zoti Rakipi. Sipas ligjit ndërkombëtar, një anije, një cistern, momentin që ngre flamurin, ajo konsiderohet sovranitet i atij shteti. Domthonë anija është pjesë sovrane e Kinës. Tash si do ta bllokojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Do godasin Kinën. Ky është problemi. Momentin që godet anijen ke godit Kinën. Momentin që godet Shqipërinë, flamurin shqiptar, kjo është ligji ndërkombëtar. I madhi për shtet sovran aty brenda. Ky është ligji ndërkombëtar. Spanjollët dhe Kinën do dalë anija spanjollëve, çfarë do bëjnë amerikanët? Do e godasin? Kështu që ky është problemi i madh. Kjo ata mund të godasin gjithë botën. NATO-se. Jo, po është antari NATO-s Spanja. Pastaj kërcënimi tjetër, në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do godasin këto portet
portet iraniane, Irani do godasi gjithë portet që ka përballë, Gadishullit. Dhe problemi i madh është pikërisht kjo pjesë, si do të kontrollohet kjo luftë, sepse ka shumë gjasa që të dali jashtë kontekstit. Dhe John Brennan ish shefi i CIA-s, tha para pak orësh, presidenti Trump është njëri i çmendur. Po. Edhe në takime Ka ardhur puna dhe për doktor të vëti. Dhe duhet merren masa që të largohet më njëherë nga funksioni i tij. Para zgjedhje. Me impeachment. A është i shmendur ta ky, ë? I shefi i CIA-s, nuk e thash unë. I shefi i CIA-s. Është ushpër. Ka fut koda jo. Me siguri ka fut. Fut koda jo. Tha vërtet ky. Po, mor. Thomë të tha qartë fare. Edhe fut koda. Dhe të gjithë, sepse bëm debat javën e kaluar e humbja apo fitoi Trump luftën, të gjitha mediat amerikane duke futur brenda dhe Fox Newsit, ditën e premte shtunë, që të gjitha me një fjali. Trump e humbi luftën. Qartë. Kjo është dhe që çmendur Trumpin. Dhe ky është problemi i këtij, që ky humb çdo ditë dhe çdo ditë del me kauza të reja. Dhe konflikti është shumë delikat. Dhe çdo ditë numëron dhe fitores. Do të përmend vetëm një shifër, zoti Rakipi. Kina për cilin flasim nëse marrim kështu histori, ka 500 miliard këmbimin tregtar me Gadishullin. 500 miliard, se Kina jo vetëm merr naftë dhe gaz dhe nën produkte, po furnizon me gjithë teknologjinë dhe me industrinë, gjithë Gadishullin. Infrastrukturën për shembull e ka marrë përsipër Kina. Komplet infrastrukturën e vendeve të gjirit dhe të Egjiptit, për mos shkuar pastaj në vende si Etiopia që kanë lidhje edhe me detin e kuqe dhe me Nëse do një pyetje provokative, Pyetja është më e keqe. Ju qeshin ndonjëherë kur thosha unë që Rajai, Irfani, është më lart, shumë më lart se Trumpi, ju nuk e besoni të gjë. Po tani del 1 milioner më lart Irfani se ky. Ka thënë ai që shmendur do të ishte ti qeshur. Po mori shefi i CIA-s. Ti shumë po përsërit, për shembull. Po jo, po është dele vërtet tani. O zoti Rakipi, dha Shumë më lart. dha kreu ushtrisë dërheqën, pse vogël ishte përplasja. shefi antiterrorit. Shefi antiterrorit. Tani atëre bie ky roli i Izraelit nuk është Ai ka dhe një problem tjetër, që Anglia nesër bëhet konferenca e Anglisë dhe Francës që kanë thirrur. Këtë javë Anglia dhe Franca bën një konferencë Në Anglia me Francën, E kemi kam pyetur këtë. Jemi në një moment tjetër tani. Se tani ja futëm Izraelit, jo se ne dëgjojmë dhe themi në një këtu, e kupton. Se çfarë do bëjmë ne? Ju keni dhe ekspertizët, ti dhe jeni shihni në rregull, po ne tani themi në një gjë sepse dëgjojmë gjëra, plot lexojmë të gjitha, themi në një gjë se mos na dëgjoni njerëj. Po edhe po bëm gabime punë e madhe, kupton. Po jo po edhe po bëm gabime ne tani gabimet tona janë ato që nuk prishet bota. Izraeli tani që ja futëm ne, Izraeli e detyron Trumpin e tjerë. Cili është roli Izraelit në këto negociata tani? A e sabotoi Izraeli? A është Trump sot duke vepruar për llogaritë Izraelit? Vazhdon kjo apo kjo është një prallë? Që në momentin e parë Izraeli Se kjo është ngritur edhe nga ish aleat të ngushtë të Trumpit. prishin rumbushimin. Si zënës presidenti, ja? Mendon Izraeli për negociatat është që prishin rumbushimin direkt. Shumë thjesht, goditi Libanin. goditi me njëherë Libani dhe prishi arpushimin. Goditi Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u munduan ta mbulojnë dhe thanë, jo, nuk ka qenë Libani pjesë ashtu, deri kur doli kryeministri i Pakistanit tha, jo, Libani ka qenë pjesë sepse bisedimet bën prezencën e delegacionit pakistanez, nuk janë 8-8. Edhe delegacioni u shoqërua me avion F-16 pakistanez, delegacioni iranian. Sepse në Izrael u fol që mund të bësh edhe një goditje këtij leadershipit ndërkohë që u kthente në Iran, ëh. Domethënë Izraeli duhet ta pranojmë zoti Rakipi. Kjo është një luftë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Trumpi ose sionizmi po e bën vetëm për Netanyahu dhe Izraelin. Nuk kanë qenë kur interesat amerikane në pikpyetjen Gadishull. Fare. Nuk e ka kërcënuar kur Irani dhe nuk ka forcë Irani ta kërcënojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, me këtë ndërhyrje që bëri presidenti Trump në funksion të gjithë aspiratave të Netanyahut për krimin e Izraelit madh, dhe mos harroni fare atë pjesë, sepse ka plas problemi me Turqinë, ka 2 ditë. Ata po i shumë. Kush është arsyeja? Për çfarë i duhet Turqia? Do të thonë, sionizmi ungjillor ekstremist, jo i gjithi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bashkuar me djatën ekstreme judaiste, ekstremiste, sioniste në Tel Aviv dhe po presin Mesia. Do duket për qesh, por kështu është historia. Është vërtet. Kjo është historia. Dhe ky njeri i cili është
i cili është përfaqësuesi i shtetit më liberal në botë, për cilën ne kemi folë pafundësisht dhe acarohen disa njerëz, pastaj kur themi shiko se Amerika është diçka tjetër dhe Trumpizmi është diçka tjetër. Kemi pasur debate të mëdha këtu, ëh. Ky njeri kërcënon. Amerika është kaq vjet siç ishte Gjermania kaq vjet Hitleri. Po pra, sepse është sepse Trumpizmi po shkon drejt nazizmit më zotëri, po shkon drejt fashizmit, nuk ka lidhje Trumpizmi me botën liberale. Dhe ky kërcënon një botë thotë do të zhduk qytetrimin, e kuptoni? Nuk i thot Iranit dorëzo uraniumin dhe vetëm kaq. Po do ju zhduk qytetrimin. Dakor, po tani ne me zimsojmë me këtë histori. Kisha unë këtu, te vendi ku i ulur ti tani, Gjeqarin, inxhinierin, dhe ai tha duhet të shkoj në Hag. Unë mbeta njerë u struka kështu e gjitha tani, se nuk po thoshin duhet të shkoj në Hag, për shembull po thoshin të shkoj presidenti i Shtetit Bashkuar, thosh ai, dhe kupton tani Stepesha unë tani. Ka qarkuar një ndërkohë që Tritani bërtiste po këtu te ne që të marrë çmimin Nobel. Do të thosha, që ka qarkuar video është shumë e bukur. Është video shumë e bukur e Netanyahu. Që në fillim të vitit 90 dhe deri sot Netanyahu ka paralajmëruar që Irani për 2 javë ose 2 muaj do bëj gati armën bërthamore. E ka gati. Në OKB. 30 vjetë, në OKB, gjithmonë në OKB. 30 vjetë. 30 vjetë. Për 2 muaj do prodhoj Irani, po. Bëri marrëveshjen Obama. Si Iraku që vajtë. Bëri marrëveshjen Obama për çuar ata të OKB-s. Që tha Trumpi që ishte marrëveshje e keqe ç'është kjo e prishi. 4 vjetë ata as u bëjnë asnjë armë bërthamore sa ekzistoi ajo marrëveshje. Iku Trumpi, erdhi Bideni. Spati as i sulm në Iran, u prodhua armë bërthamore? Është thjesht kërkesë e Izraelit. Po flasë sot ti që mos e bëjmë marrëveshjen se do prodhoj armë bërthamore Irani, ne i pabesueshëm sepse ne kemi pa raste të shembuj dhe dim çfarë ka ndodhur. Gaddafin, ke Saddam. John Kerry për shembull, sekretari i shtetit tonë Obamas, të Irakut. Kishte bërë një video para pak ditësh dhe thonte që Netanyahu ja kërkoi Bushit, ja kërkoi Obamas dhe të dy e refuzuan. Edhe Bideni. Të tre e refuzuan, ndërsa presidenti Trump ishte i vetmi që miratoi goditjen e Iranit. Kështu që në të gjitha rastet kjo është një luftë që bëhet për interesat e Izraelit dhe duhet të heqim dorë me këtë historinë që po godet Kinën, s'po godet Kinën. Është komplet tezë mesianike, nuk ka lidhje fare me politikën. Periferike sepse aty nuk dëmtohet vetëm ekonomia e Kinës. Dëmtohet ekonomia e gjithë botës, e kemi thënë pafundësisht. Këta miqtë e mi në emision që janë miqtë mi, po dhe shikojnë emisionin fortë të gjitha, përgjojnë emisionit e tjera. Edhe më raportojnë mua, të thonë që Batona Gjiun e ka sulmuar tani, me gjithë Paqolli. Për çka këtë? Se ti nuk e vëshre, po të gjithë ta, imi për shumë që është miku im, thotë, sulmoj Batona Gjiun për aeroportin e Vlorës, që po përkra palën tjetër. Thotë, ka sulmuar drejt për drejt tani. Po Fevziu i vë me qëllim, këto, pam njerë ty, njerë atë, njerë këtë, se dhe janë dhe këto. Të gjithë tani. Allah, kanë ardhur të gjithë, disa kanë ardhur në Durrës, Baton, kanë ardhur Izraelitë, në umërt. Se unë vete tani të doktori, nga që ai ka një super klinik doktori im, se nuk di të bëjtë reklama kështu, po e bëj në momente, nuk e bëj në televizor, ka një super klinik dhe një laborator të jashtëzakonshëm tani, që i mbarova, se përveç që kanë prishur rrugën, e kanë bërë hinkë, nuk në Durrës do 3 orë të shkosh, do vende Izraelitë tani të bëjnë dhembët, dhe unë do isha mbetur, doktori imi shkreti, Kaplan Manqja, do hiqte të Zite Ulliri, se do vinja do kishe probleme shumë të mëdha. I kaftuar kryeministri ata. I kaftuar dhe ata do vendet e dhembët tani dhe do bënin batatim mua. Ja juaj e dyti tha atë në të po, kur deklarojnë Kneset, që nuk është në i çudi që të ketë edhe... Se çuditu e që unë, larg qoftë, po të keme në një problem tjetër që dërë, do të më mbini edhe në për klinika në për këto. Pra, tani, sulmor të kënë sulmor. Tani, kryeministri britanik, Starmer, do të organizojë një summit me 40 vende për të rihapur ngushtisën e Hormuzit. Po. Ç'është kjo nismë tani? A mundet të ketë sukses pa dakordsinë e këtij? Në tonë atë. Dakord, Trumpi. Shiko, ka disa iniciativa. Problemi është të hapet Hormuzi. Po si do hapet Hormuzi? Po si hapet? Cilat janë garancitë? Ligjit ndërkombëtar, siç janë gjithë korridoret tregtare, se gjithë korridoret tregtare nuk kanë tarifa që duhet paguajnë tek vendet fqinje, në asnjë vend botës. Tani, kjo që një nga dhuratat që presidenti Trump i dha Iranit, Hormuzi ishte i hapur. Artificialet paguajnë. Ishte i hapur. Paguajnë artificialet.
kryesisht. Për ke kanalin e Suezit, pse ndodhi grushti shtetit i oficerëve? Po nuk është, po sigurisht ose Panamaja. ka kosto. Po, ka kosto hapja dhe sigurisht do ketë. Ky është natyror, nuk bëhet fjalë. Çështja është që ne në fillim të herës presidenti Trump kur Irani kërcënoi me bllokimin e Hormuzit foli në emër të ligjit. Dhe i tha jo, sepse shkelet e drejta ndërkombëtare. Ndërkohë po bën të njëjtën gjë sot. Po shkel drejtën ndërkombëtare. A ka apo s'ka mundësi, se ky është debati i madh o zoti Rakipi, nuk është problemi a ka apo s'ka mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bllokojnë Hormuzin? Nuk kanë mundësi. Sepse Hormuzi është i minuar dhe vetëm për të heqë minat dhe hartën e kalimit e ka vetëm Irani dhe çuditërisht dhe thellësia e gjithë dy skajeve që është ata e bllokojnë pasi të kalosh kanalin. Është i bllokuar aktualisht, po them, sepse ka mina dhe ka vetëm një korridor, hartën e cilit bën bllokim tjetër, mo ka dalë, shiko o zotëri, shiko, bën bllokim të dytë. Po pra, po dikush baron blllokimi i parë. Po kemi Dori Trumpi. Tha, ne filluam pastrimin e minave. Tani do bëhet kalueshme. Pasi bëri pastrimin e minave që nuk e bëri kurrë. Tani thot do bllokoj nga minat janë akoma aty. Minat janë aty. Mi nuk është hequr. Dhe një gjë, qoftë edhe një minë, tha, mund të shkaktoj një eksplodim të një anije që e bartë fajsin dikon. Paramendoj. Bëri pastrimin e mbaroi. Por përveç asaj bie që ky të shkoj, domethënë në pjesën ku bashkohet pjesa e gjirit, domethënë kanalit të Hormuzit me Omanin. Vetëm këtë formë mund bllokoj dhe mund vendosja anijet mëdha drejt detit arabik. Aktualisht janë shumë larg, nuk ka shans. Luftanijet amerikane aktualisht janë jashtë Hormuzit. Po, se janë rrezikuara nga raketat balistike iraniane. Dhe në këtë kontekst duket e pamundur fizikisht. Kjo është vetëm një tension, një ngritje e re tensionit dhe palët do ulen, janë detyruar të ulen, fillon një raund të 3. Po do ulen pra të raundi, po ideja është që Izraeli po avancon drejt Libanit. Dhe në marrëveshjen që ofroi qeveria iraniane kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte edhe armpushimi në Liban. Dhe pa Libanin ti e di aprovuar. Po, është aprovuar. Do përfshinte edhe Libanin. Po ky armpushim i madh tani kur përfundon, se mos përfundon dhe jo, ne vazhdojmë të jemi në armpushim. Armpushim. Edhe Bashkuara dhe Irani janë në armpushim. Ketë edhe një raund tjetër bisedimesh, por tani unë dua të di cilët janë skenaret që mund zhvillohen tani. Dhe a mund të përshkallëzohet situata? Të ripërshkallëzohet? Tani mund të kemi tre janë skenaret që paktën mediat perëndimore dhe mediat amerikane fliten. E para është një vazhdim i negociatave në disa raunde të tjera duke mos anashkaluar presionin. Qoftë presionin e flotës amerikane dhe luftania amerikane në rajon, qoftë atë të Iranit me raketet balistike. E dyta është një rikthim, një acarim i situatës dhe rikthim i konfliktit. Po sigurisht jo në ato përmasa që ishte në fillim të herës. Dhe skenari i tretë është të mbyllet lufta pa marrëveshje, siç ndodhi para një viti. Këto janë tre skenaret lufta dimeditore. Po, këto janë tre skenaret sepse të dyja palët duhet. Shiko, presidenti Trump do patjetër një kaos fitore, nuk mund ta ketë. Ndërkohë që Irani quan fitore gjithçka vetëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës mos ndrojnë pushtetin. Mos marrin Hormuzin dhe edhe në qoftë se bën rrafsh. Ose mos hyjnë me trupa. Mos hyjnë me trupa. Dhe edhe në qoftë se bën rrafsh. Me trupa më duket eksperiment tepër i rrezikshëm. Jo, sigurisht, po e marrim si të mërqen. Duhet pa të parasysh edhe ajo që mbetet interesante është zoti Rakipi se ka gjasa që të zgjerohet, domethënë sa më shumë zgjat ky konflikt ka mundësi të zgjerohet edhe më tej dhe të përfshihen vende të tjera. Për shembull, ka pasur një acarim, një replik të egër midis Ankaras dhe Tel Avivit. Shpesh herë në autoritetet e larta politike në Izrael kanë folur gjithmonë që pas Iranit është rradha e Turqisë. Ndërkohë që duke filluar nga ministri i jashtëm Fidan Hakan dhe presidenti Erdogan kanë pasur një gjuhë shumë të ashpër këto ditët e fundit, domethënë. Irani ka kërkuar bisedime në datën 16 prill. Po. Kështu thot presidenti Trump. Jo, më thot një avokat. E tha dhe presidenti Trump që më njoftuan se duan. Problemi i dytë është kërcënimi i Kinës. Presidenti Trump, sepse Kina është problemi që do blej patjetër, më sepse mbyllet Shanghai. Qoftë se nuk merret naftë nga dishull, mbyllen fabrikat e Shanghait.
Dhe ai ka kërcënuar Kinën. Trumpi urdhon edhe sikur ka thënë Irani prapo. E thot ai sikur ka thënë Irani. Tha presidenti Trump, më kanë telefonuar pa fund, tha duan patjetër negociata me mua, duhet të ulemi prapë. Më kanë marrë telefon thot ata. Nëse ai shiko, nuk diskutohet që dy palët janë të interesuar të negociojnë. Ai veshi veten e tij me drejtën se unë kam problem me bë analizë me deklaratat e Trumpit. Sinqerisht, nuk analizë me deklaratat e Trumpit. Analiza bëhet me deduksiona, dhe ka një logjik politike, por vetëm ai njeri din dhe po themi, s'po muj me thone ka informacionin, po vendosë çfarë do të bëj me situatat. S'kam deri me tash jam i befasuar disa herë dhe unë jam i shokuar edhe me tok fjalëshet që përdoraj. Unë analizën më të mirë për atë gjetat e memja që nisa Yllit. Analiza më e mirë për Trumpin është ajo memja që nisa aty. Që kur nuk ka asnjë plan vet, nuk ta zbron dot as kundërshtari, është më mirë. Po pra po. Kjo është një plan të zbulojnë dot. Ti jam më mirë thënë, po s'ken asnjë plan thot vet, se nuk ta zbron dot as kundërshtari. Problematike se si Trump po sillet si një president proxy i Izraelit, dhe kjo është më shqetësuese pasi duke shtuar edhe atë çfarë filloi të shprehte edhe zoti Gjinishi në lidhje me tensionimin e ngjarjeve apo deklaratave midis Ankaras zyrtar dhe Tel Aviv zyrtar, mos harroni se problemi tashmë i Izraelit në lindjen e mesme nuk është realisht Irani, nuk ka qenë një rrezik eminent Irani për Izraelin, kjo për shkak edhe të lartësisë gjeografike që i ndan, edhe pse Izraeli dhe Irani dhe Izraeli godasin njëra tjetrën me anë të mjeteve ajrore, si që janë raketë balistike apo avionëve. Problemi i Izraelit janë kufin toksor që lidhen nga Damasku në qytetin Dara dhe më pas në lartësitë e Golanit. Sepse Siria nuk është më Siria vjetër me Asadin, me një regjim të raskapitur dhe me një regjim i cili nuk e bënte popullin bashk, pasi ishte një regjim i cili përfaqësonte një pakicë levite prej 8%-sh në Siri, por tashmë kemi një Siri të re me të kthyer tashmë në një domen turk. Dhe kjo e shqetëson shumë çështjen e Izraelit për atë tezën eskatologjike nga lumi Nil në lumin e Eufrat. Pra duan të shkatrojnë të gjithë Egjiptin, të gjithë Sirinë, të gjithë Jordaninë, të gjithë Libanin, të gjithë gjysmën e Arabisë Saudite, të gjithë Irakun dhe një pjesë Turqisë. Problemi tyre është Turqia dhe një nga ekspertët më të zëshëm në Tel Aviv kishte shkruar sot në Jerusalem Post që Turqia është Irani i ri, por unë gjykoj se Turqia nuk është Irani i ri, por Turqia ka një mentalitet prej një shteti trashëgimtar të Perëndërisë Osmane, i cili nuk është i huaj në zonën e lindjes mesme, është një Turqi e cila e njeh mirë zonën, por mos harrojmë që është e gatshme që të grupojë, ashtu siç e tregoi veten kur ndodhi edhe revolucioni i Hayat Tahrir ul-Sham kundër regjimit të Asadit, është e gatshme që të grupojë njerëz dhe të ketë ato në armë, qoftë në Siri, qoftë në Irak, qoftë në Arabi Saudite, qoftë në Jordani, qoftë në Egjipt. Dhe si thuash në aspektin e burimeve njerëzore, Turqia e superon çdo kundërshtar në lindjet mesme, qoftë edhe Iranin, i cili nuk përfaqëson të paktën atë pjesë 90% apo 85% të botës islame për arsye të kësaj ndasisë ideologjike. Edhe pas vendimit që mori pas prokurori përgjithshëm i Turqisë për hetimin e 35 politikanëve izraelit për krime kundër njerëzimit, kur bërë sulmi asaj flotës famshme humanitare, në krye të cilëve është Netanyahu, Bin Gafiri, gjithë për Mavi Marmaran. Mbrim të një pyetje para fundit që kam unë, që është pyetja e rëndësishme, domethënë që e bëjmë vazhdimisht, çfarë demi, se demet shtohen tani, ka bërë deri tani lufta e ekonomisë globale. Dhe a priten të thellohen pasojat ekonomike? Pasojat ekonomike janë të mëdha që tani. Dhe me thënë, problemi është se mos po nisim, ose mos po niset një konflikt i pajvetueshëm botnor për shkak të dëmit ekonomik që po krijohet. Parasysh se asnjë region nuk është i pa prekshëm nga kjo situatë. Nuk e përfshin Azinë,
duke përfshi, e vetëmi Afrika është e kursyer për arsye se marrin naftën nga Nigeria, kryesisht, edhe aty, me gjitha aty është monopoli i shellit holandez, i cili për momentin furnizon gati gjitha Afrikën. Vendet tjera janë të blokuara. Unë po them që Evropa dhe Kina me gjitha të të kenë një reagim. Ose ajo që ky projekt ekonomik po krijohet ose po krijohet një situatë e re, është që vendet e Bashkimit Evropian fillojnë të rishikojnë dhe Kina marrëdhënien me Amerikën dhe ekonomike me Amerikën dhe... Po kjo dërgon Bashkimin Evropian drejt Kinës. Po pra. Dhe kjo është një dëm strategjik tepër i parekuperueshëm. Dhe kjo është dhe si duket Trumpi nuk çan kokën për to, për arsye se 3 shtetet e mëdha e kanë prek dorën e Kinës. Spanja fundi dje. Dhe Unioni vet, më herë dhe Unioni Evropian. Franca, Gjermania. Franca, Gjermania dhe Spanja. Dhe ajde po lëm që ajde ta zëm që ky është një lloj presioni që i bëhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ne do të kërkojmë rrugën tjetër nëse ti lirohesh nga aleanca e përhershme që kemi pas. Por këtu pastaj kam problem edhe me rendin e ri botëror, se pastaj rendi i ri botëror s'ka kuptim. Se atëherë kemi dominim të Kinës pafundësisht dhe del teza e Magnus izolacionizmit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Doktrina Monroe. Doktrina Monroe që pastaj atëherë më nuk është superfuqi, nuk është perandori. Po sepse fuqinë e kishte te globalizmi. Po pra, jo tek izolacionizmi. Pas pari fuqinë Amerika nuk e kishte te armët. Armët i kishte në prapavi, por ajo ideologjikisht ndikonte në demokraci, në demokracinë liberale, në ekonomi, në ide, shkencë, kulturë, në të gjitha. Ajo nuk ndikon me këto, atëherë për armë dhe për ushtrina e këna pas Rusin aty, e cila ka qenë... Vazhdon tjetë fuqia numër 1 nukleare në botë. Vazhdon, jo vetëm atë, po realisht, potencialisht e kemi pas pushtus imaginar në çdo kohë. Dhe ajo që mu po mvret në këtë moment, gjithë këtë moment të shtrirjes kulturore që ka pas Amerika, ndikimit kulturor, politik, sportiv, me të gjitha elementet popit, të rokut, pikturës, skulpturës, teknologjisë e tjera, ti nuk mundesh sot për një herë me thonë nuk më interesojnë kjo shtrirje, une po mbetëm vishtë Amerikë. Kjo pastaj është fitore e Kinës, e cila nuk ka pretendim të dalë jashtë goacës e vetë regionale aty. Te Tajvani, aty Filipinët... Atë shprente edhe presidenti, do më thonë, i Republikës Popullore të Kinës që... Jo, desha në fjalinë e fundit, si është e mundur që kultura amerikane e pushtoj Kinën me kinema, me sa që u dash shtetit e intervenante në shumë... Kush ka shku në Kinë e din? Ti e ke pas trendin e veshjes, fashion, do me thonë ka qenë në Kinë me ndryshu, ti trendin e veshjes dush me qenë kulturalisht shumë i fort. Dhe ti me humba të, me orientu të fuqia armës, për arsye se një njeri nuk është, që është president këtë momentin, nëse këtë stafi ti. Po kthehet normalitet kur largohet, nuk besoj se ja s'mundet ashtu. Para 30 minutash ka një deklaratë përbashkët Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë. Ndikimi i luftës Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iran është më i rrezikshëm i gjitha këtyre dekadave të fundit. Jo. Ndikimi i kësaj lufte. Lufta me pa kuptim në botë. Lufta me pa kuptim në botë ka ndikim të madh. Pesha globale e luftës është konteksti ekonomik, zoti Rakibi. Peshim se është ai për doktora? Jo. Bart kuptim pasi është njëri i cili orientohet kryesisht nga politikat e Netanyaut. Dhe kjo është qartësisht tashmë dhe po e thonë më zë të lartë gjithë mediumet botërore, nuk është se po e themi vetëm ne. Po. Dhe ishte aleat të ngushtë të Trumpit e thonë këtu. Po, edhe ishte aleat të ngushtë të Trumpit. Ishte aleat të ngushtë. Qa aleat? I ka humbur gjitha aleat. S'ka më aleat. Dhe të mendosh që një fuqi globaliste si Shtetet Bashkuara të Amerikës,
kthehen prapsh në kohë dhe të shkojnë në shekullin 18 ku një president me emrin Monroe kërkonte që ta mbronte, le të themi, kontinentin e Amerikës Veriore kundrejt sulmeve ekspansioniste apo imperialiste të britanikëve, hemisferën perëndimore, dhe të merrej me Bolivin, me Venezuelën, me Perun, me Kilin, me Brazilin, ndërkohë që Amerika dihet që fuqinë e ka tek globalizmi i Trumanit dhe jo dhe izolacionizmi i Monroe. Dhe në këtë aspekt më duket pak si vetvrasje politike në afatgjat, po flasim për aq kohë sa gjithmonë Bashkimi Evropian që pas 45-s ka qenë një ndër aleatët kryesor të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe jo pa shkakës, se ishin game changer forcat amerikane në rrëzimin e regjimit nazist të Hitlerit, dhe më duket tepër e tepruar nëse themi që perëndimi tashmë ka kapituluar në atë aspektin e perëndimit kolektiv që ishim mësuar neve që pas rënjes murit Berlinit. Me thënë drejtën edhe kjo kërkesa e Amerikës që të rritet bruto ose buxheti për NATO-n 5%, e kryesisht ky buxhet i shkoi krejt prodhimit e industrive amerikane. Industrive amerikane të armëve. Pak është problematik, se ti e ndërton këtë rrëfim, e bën këtë kërkesë dhe pastaj thu ne po ju mbrojmë. Si është? Ne po marrim ty. Edhe diçka. Edhe pushesim armë. 2% sot, është marrësh e bëra ose 2% sot, 2% e GDP-s së Gjermanisë. Unë personalisht jam peng se kur po flasim për Amerikën, po flasim për shtetin Amerikan. Edhe unë jam peng ndoshta i sinceritetit tim, sepse Amerika ka çliruar Kosovën në kuptimin Ne po flasim për presidentin, jo për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për presidentin, në këtë moment unë kam mendim tjetër dhe e kam shprehur, kam rezervat e mia, po shpresoj edhe le të del fitus Trumpi në gjithë këtë luftë, unë kam rezervat e mia morale dhe parimore mbi ato që kam lexuar dhe jam rrit dhe nuk Problemi është se i bën mirë Amerikës dhe perëndimit nëse Trumpi fiton luftë. Edhe kjo është një pyetje. Por, është pyetje shumë e rëndësishme kjo. Po ne të shikojmë se ti the po flisim për hegemonin perëndimor, kryesisht amerikan, në rendin botror. Nëse ne kemi një president të Amerikës që lën nam duke bërë atë që bëri sot me Papën, dhe duke nxjerr foton Shumë amatore me Krishti. Pyetje kjo pyetje unë. Ja, një sekondë vetëm dy gjëra kam. Jo, se mos e nxirrni se e kam pyetje të veçantë. E hiqni këtë. E kaloj, se kam s'donderoj këtu. Sigurisht që imazhi i Shtetit Bashkuar në Amerikë bëhet karagjoz. Në botë bëhet karagjoz, apo jo? Qofse ai ti shkon me Iranin dhe gënjen njerëzit sepse je duke humbur dhe po thua po fitoi. Dhe të dalin gënjeshtrat detyrohet për gënjeshtrosh veten, sigurisht që bëhesh karagjoz. Qofse Irani të vë si kusht thotë, unë nuk pranoj asnjë nga kushtet tua, po edhe do dëshpërblesh për ato që më ke bërë, që është një nga pikat që këta se përmendin, që është 10 pikat e Iranit. Sigurisht që ti del karagjoz, del shtet i dobët dhe që përkulesh para një fuqie rajonale që nuk diskutoj, a ishte fuqi rajonale dikur. Sot nuk diskutohet si fuqi rajonale, je ke dhënë statusin dhe po ulesh atje, po kërkon bisedime. Pra, ky president po i bën mirë Amerikës dhe perëndimit apo po i bën dëm? Kjo është pyetje. Dhe prandaj them që fitoria e këtij a është mirë apo keq, sepse çfarë plan e ka? Nëse ky plan të fuqizojë Izraelin në këtë rast, do më thonë do krijojë një luftë pafundme, e cila do ketë gjithmonë pasojë pafundme. Po bëhet një botë e çuditshme. Sot e ki Erdoganin që thotë unë do bëj luftë me Izraelin. Do nisi luftën. Është luftë e pafundme që bën ai. Paramendoj ti një njeri i zakonshëm që nuk ka aftësi. Kinezët kanë çuar aviacionin në Taiwan. E kanë rrethu Taiwan. Kanë rrethu Taiwan. Ai është konflikt rajonal. Okej, po Ukraina u harrua. Ky moment Ukraina u harrua. Po. Ukraina u harrua. Rusia u fuqizua me lëshimim të gazit të naftës. Një njeri i zakonshëm, një investitor, një njeri që don me mendu diçka për jetën, kur ndëgjon kësi deklarata, ai është depresiv.
Jeta në gjithë botën është depresive. S'keti asnjë moment të një njeriu të zakonshëm që mundet me qenë ai i cili vendos se ku do të udhëtoj javën e ardhshme. Ose ku do mbetet nëse ka udhëtuar javën e ardhshme. Të janë gjëra të mërshme. Apo është i përfshirë Kivoli në pushimet e radhës. Kështu i bim ose. Dhe e fundit, ajo që mu më dhem është kjo me gjitha të, unë jam gjeloz për vlerat evropiane. Dhe kam një farë, po themi, një farë ndjenje të veçantë për to. Pra arsye se na ka dhënë lirinë shpirtërore, na ka dhënë lirinë e vërtet, lirinë e të shprehur, jemi mitësuar atë shumë me to dhe për te dashuruar në to. Dhe tash vjen dikush dhe t'i merr me një goditje. E po tash, cila është jeta jonë? Vjen nga perëndimi, nuk vjen nga lidhja. Po pra, jo është me akeqja. Është me dhimbshme. Jo, ata që i kanë krijuar vlerat liberale dhe demokratike, po dojnë me mi marrë këto mbranda Evropës. Po kjo pak u problem tash unë. Unë këtu e kam problemin. Shiko për Shqipërinë, vetëm një ndërprerje, për Shqipërinë vazhdon qarkullojnë lajme, po të shohësh në rrjet, lajmi i ambasadës amerikane për qytetarët e vet që mos shkonin kujdes në Shqipëri, keni kujdes. Qarkullon në gjithë botën, në gjitha gjuhët. Po ta shohësh në rrjet. Çfarë dëmi nga na? Çfarë dëmi bën Shqipërisë që në Shqipëria u vendi më i sigurt momentalisht. Në mediat e huaja sa mos për amerikanët. Shkonin në Shqipëri. Mos për amerikanët. Ai kupton, ai shumë media që sugjeronin Shqipërinë për turizëm, sa tani me një njoftim të tillë që është normal. Si do ja bëj për çështën e sezonit. Po për Shqipëria bëjnë dëm të madh ato. Aq është Shqipëria. Aq më. Unë më shumë se me gjitha të jeta e njeriut vazhdon. Vdekjet dhe nëse nuk bëhen me armë, ndodhin gjëra tjera, fatkesi natyrore. Por vlerat nuk kthehen në vlerë. Ato që janë krijuar me gati 60-70 vite mas luftës dytë botënore, nuk mund është ti shkatërrosh edhe pastaj ti rikthesh edhe një herë. Për arsye se humb besimi. Dhe tek e fundit kredibiliteti është. Kjo është papës për shembull ishte një nga nuk dhe po vlerat besoj do mbeten edhe pas 3 vjetësh kur ta mos jetë më. Hajde të flasim pak për te kësaj. Na që jemi mësuar me se kur dikush ti atakon vlerat, ato vlera që ti ke marrë nga paj shtet, nga Amerika, qoftë për filmat, qoftë për pop muzikën, qoftë për rock muzikën, qoftë për do me thonë, lirinë e shtypit, mënyrën se si shkruhet gazetaria, si bëhet shkenca, dhe gjitha këto. Dhe në një moment nuk ekzistojnë ato prej vendit që ti ka ofru, ato kjo problem pastaj. I ka garantuar. I ka garantuar, i ka ofruar. Ka qenë shembull suksesi. Më shumë ka qenë garant të Amerikës se ka marrë nga Europa. E vërtet është. Asnjë prej të djathtë amerikan as Bushi, as Bushi 2, nuk i ka prej këto vlera. Kur, hiç, kur. Me na thonë, mi u thonë evropianëve që jeni të paftë, jeni të plakur dhe ju po shkatërroheni. Atë e bën çika. Bushi e bëri kur sulmoi Irakun. Europa plak, Europa e vjetër, se bëri dhe Tosnano. Po ja rëndësia europianëve sot pra, sepse pa europianët do t'regu qartë. Donald Rumsfeld, se Rumsfeld filloi ta thoshte këtë dhe pastaj bëri edhe Nano, po, bëri një shkrim në Boston Globe. Në 2003. Europa plak me Europën e re, Polonia, Shqipëria, këto që ishin prorruftës në Irak. Ata e kanë bërë për interesa të vogla dhe të shkurtra, por nuk e kanë pasur si ideologji. Po janë sjellë në refren. Ky bën ndërton si ideologjinë e magës të. Ky është ideologji të kam një edhe është problem moral. Imagjino se të luftën tani, çdo të ndodh me Amerikën, me magën, bravo, pse edhe maga është një goditje e madhe, dhe konservatorizmi amerikan një goditje e madhe. Ky coptoi gjithë, djathtën europiane, e shkatërroi komplet me ndërhyrjen që bëni dhe në Ukrainë. Domthon ku po shkon Trumpizmi ka vetëm humbje. Edhe jashtë Amerikës dhe brenda Amerikës. Unë e kuptoj armiqësinë ideologjike ndaj të majtë. Rrezikshëm, e kuptoj armiqësinë. Një biznesmen si ky mund të bëjë. E kuptoj është një djathtë mendon që e majta është dekaduese për zhvillim. Po ama do t'japi një ofertë. Si e djathtë. Por jo të shkoj ta shkatërroj edhe ta bëj një ideologji të vetme. Shumë shpejt do të na vi dita të themi Trumpizmi nuk është Amerikë. Jo, këtë do t'jemi vazhdimisht për këtë problematikë, sepse është problemi më serios që i kam birë botës në këto momente, unë kam i pyetje të fundit që është po këtu. Se tani
ky ka sulmuar ashpër dhe Papa Leonin. Po kjo tash I pastaj. ka thënë që ti, i ka thënë, unë të zgjodha, pa që unë ti nuk zgjidheshe. Papa shiko dhe ne kanë vëndë një foto të bukur gratë mitë. S'kam qef Shikoni habitur, e kanë montuar, sigurisht montazh, po Papa habitet shumë edhe kur e monton. Edhe kur e bën montazh, Papa habitet, e kupton. Dhe i ka thënë që unë të zgjodha, ti s'do ishe fare. Dhe pastaj, pasi e ka sharë sulmuar shumë ashpër Papën, Papa Leonin, ka publikuar fotot të vetën si Jezus. Është bërë Jezus vetë. Po mos e ja tha dhe ajo zonja. Tu është ky është. Në zyro vale, ti Jezu Se s'po e shumë mirë unë nga që... Po ai është. Ai është po bërë ngjall të Jezus. vdekurin, po ngjall të vdekurin. Dhe po ngjallin të vdekur, a? Sinqerisht është. Tani, ky është një problem për diskutuar toni, apo është për doktor? Jo. Të rinjtë një doktor? Apo... Normal. Themi në një gjë. Është diskutim për ne. Do të them në një Ylli gjë. është. Megjithatë, Katastrofike kjo më. papat gjithmonë thojnë fjalë përgjithshme. Prej se i majnë men, atë sa kam djeni për dhe lexime për ta, janë kundër Se iqni o zotëri tani, si e iqni atë? Është. Papën e ri. Jo, është A i është zgjedhur tani vetë. është kishi, së Papa. Papa duhet të adhuroj atë. më ka arrit deri në fas blasfemie, domethënë merret me zëvendësimin e Zoti Rakipi. figurës. Ky është vetë zgjedhur si Saliani që është vetë Jo vetarë është me prek njeriu kryesor të katolicizmit. Domethënë, gjysma e paqes në botë realisht orientohet Nga mbi Vatikani. fjalit dhe nga Vatikani. Absolutisht. Edhe ti me prek ato është, domethënë, nuk e kupton arsyen sepse ndikon një pap në botë që e ndal kriminalitetin, e mundohet me ndal varfrin, ka parimet e veta kundër luftës, kundër të keqes e tjera, dhe ti e sulmon është problem, se ai s'ka përmend me emër. Iko, Papa Ka maj qëndrime dinjitoze. Papa Leo 14. Edhe mi thonë që ti je i majt, papës. Ti je i majt. Se ti e përkra politikin e majt, papës, mi thonë. Qa me thonë Tani Papa Leo 14 sot është në Algjeri. Dhe Algjeria është vendlindja e Shën Agustinit. Një nga themelusit e krishterimit ose doktrinës, ose nga filozofët e mëdhej të krishterimit. Imagjinoni çfarë mesazhi sjell Papa Vatikanit. Në këtë moment vështirë, ku ne flasim për shkatrim qytetrimesh, për muslimanët që na duan, që s'na duan, Papa shkon dhe në emër lideri numër 1, figura numër 1, simboli numër 1 i krishterimit, ose të paktën i katolicizmit. Po unë besoj që është çik më shumë se sa katolicizmi. Shkon dhe ndërton ura bashkëpunimi me botën muslimane, me Algjerin, që ka jetuar një kolonializëm Pritmo se që ka lajm tjetër. Po nuk mbarojnë po leta. Ka thënë që nuk ka dashur të dalë si Jezus, por si doktor që shëron njerëz. Dhe pastaj ka fshirë foton. Do me thënë, Po ne kemi ruajtur, si kjo kur e ruan. kujtohet, Ja Zoti kërkuan dhe Rakipi, mbështetësit e vetë të ishte. i njëjti problem ka qenë edhe kërkuan mandatin e mbështetësit, parë. Zoti Rakipi, njëjti problem, presidenti Trump e pat mandatin e parë me Papa Bergoglio, nëse kujtohet, pa disa incidente. Edhe gjatë kësaj kohe, Papa Leo ka kritikuar disa herë retorikën e shtëpisë Barë që të distancohet dhe të mos përzi politikën me religionin, se kjo ka qenë problemi. Dhe ndoshta, underground, ne nuk do ta trajtojmë ndoshta sot, po ka një përplasje shumë të hershme e cila përvjen sot, por ringjallet. Midis botës katolike dhe lëvizjeve ungjëllore, të cilat që nga viti 1517 filluan rrugtimin e tyre në Europë, po që janë krejtësisht ndryshme protestantizmi europian me atë amerikan, ose më mirë le themi me sionizmin ungjëllor, jo me protestantizmin amerikan, dhe këto po nxjerrin fytyrën më të ashpër dhe më ekstremiste. Faktikisht qëndrimet e papës kanë qenë tepër dinjitoze. Edhe për çështjen e vrasjeve të civilëve ka ngritur zërin, ka folur qartë dhe nuk është se ka lënë diçka në pikpyetje. Dhe mos harrojmë që bota katolike Krishterimi ka lind atje, se Trumpi mu të çodi ditë dhe thot ka lind shtëpi time Krishterimi. Krishterimi ka lind. Jo, ai tha që duhet bëjmë edhe pap, tha. Dhe një nga krimet më të mëdha që bëri Izraeli, dhe ne kemi folë shumë pak, javën e parë në Gaza ka shkatruar një nga 3 kishat më të vjetra të krishterë në botë. Javën e parë ka qenë në Gaza. E vërtet është. Kështu që është shumë rrëmuj për të folur politikisht në një moment që përzihet ekonomia, përzihet religioni, ekstremizma pafund,
Këtë lloj fashizmat ideologjik që... Nuk ka histori që... Nuk ka vi logjike që të çonë në një përfundim. Por kjo është kulmi, domethënë, të sulmosh papën pa të bërë asgjë të keqe, ky është kulmi. Përveç asaj, shoqërohet edhe një foto shumë etike përgjigj. Unë nuk jam personalitet politik, po jam personalitet moral. Dhe fakti që ti merresh me mua, do të thotë që ke humbur moralin tënd. Allah të vëshit të vejke punë të ne. Më them që këtu, se dite Kështu si për po javë, flasim na nuk do rrim në të Amerikë. baton them që si kur dollë. Jo, ne s'kemi gjë, fal, se e lëshoj Vitali. Kështu si po flasim ne do s'dojmë nari, nuk kemi gjë me Amerikën në mik. fare. Se duhet me përmend shpesh herët. Se flasin shqiptar. Ne kemi me trumpizmin zotëri, se trumpizmi është fashizëm, kaq. Dhe Amerika është e para që do shpëtojë nga trumpizmi, se ne jemi larg. Po Amerikën e kemi aleate, nuk Të vinë edhe të ajsi... ka lidhje fare pjesë. Të disë të bëjnë. Ku Klux Klan. Ajsi, ku Tani unë them që të nderuar të shikues, popullata kaq e pranon si ditë e ende, kupton se shumë se kaq edhe nuk duhet ta Kërkesë e madhe. karkojmë. Ja, kese madhës. Shumë gjëra Të mos me lajmet këqia. Si këto Trumpit, që botë tani luftës. kështu është e mbushur tani të gjitha, po ai gëzohet më për gjitha këto që bën. Dy pjesë e kishim në emisionin për mëne sot me Orbanin e rezuan, edhe Trumpi kontriboj shumë për rëzimin e Orbanit, bashkë me Putinin. Iku i shumë. Erdi ku i riu dhe shojmë tani, do të ketë zhvillimet në teshme aty. Pjesën e dytë për luftën folëm, Trumpi doli aty në gjithë luftën. Ai po e vazhdonet, të shojmë tani, nderuar të shikues, unë falenderoj shumë, në ditët të do vinde, do flasim gjerësisht, kjo është tema nga më të rëndësishmet. Do të mund qitet dhe vetëm karburantet e nafsat e Amerikës tani, e kupton? Të blokohet Hormuzi fare dhe të blien aty të gjitha. Dhe këta tanë duhet të kalojnë aty. Këta që furnizojnë me naftë. Grosistët tanë duhet të kalojnë aty. Po aty janë, për shembull, Do të smarim mi ku im që kam unë. Ne marrim Libi. Aty është, në Amerikë. Dhe të gjithë këta aty do vend tani, të marrin naftë. Smarim ne dhe jo. Hapet kanali tjetër o burë tani, se kanali është kjo botë. Faleminderit shumë, faleminderit nderuar të. Faleminderit shumë ju që në ndoqët dhe ju që po do të rëkisin tani se ju lirova pak më shpejt sot, e kuptova. Natën e mirë, shifemi të ejnë.